dini kush e ka ankimuar në gjykatën kushtetuese pezullimin e ministres nga një prokuror dhe një gjykatës. E kam ankimuar unë, natyrisht si kryeministër, jo si Edi Rama, dhe natyrisht jo për një individ, një ministër, që në këtë rast është edhe zëvendës kryeministër, po për parimin e moscënimit të balancës mes pushteteve, për parimin e mos ndërhyrjes së një pushteti tjetër të pavarur në përbërjen e pushtetit pavarur ekzekutiv, për parimin e mos marrjes kompetencave të kryeministrit dhe të presidentit nga një prokuror dhe nga një gjykatës. Mirë, pra ky është reagimi i kryeministrit Edi Rama, i cili tashmë duket se kërkon, le të themi, një lloj ndarje të pushteteve dhe mos ndërhyrje, mos mbivendosje të pushteteve tek njëri tjetri. Mirë, po kemi edhe një reagim të kryeministrit Edi Rama, i cili një ditë më parë ka shkruar në rrjetin e tij social në X, në Twitter. Ja çfarë thot kryeministri: fjalët e shumta janë fukarallëk. Gjeni një rast të dytë në botë kur një prokuror dhe një gjykatës, për më tepër edhe i shkallës së parë, fare, pezullojnë nga detyra një antar qeverie. Se do më thoni që kjo qen ka kaq normale, pa shkak se s'është parkur askund në botën demokratike. Është njësoj si të më thoni se drejtësia qen ka normale vetëm në Shqipëri. E pra, pavarësisht se nga dita një kam qenë, jam e do të jem mbështetësi më i paepur i reformës dhe pavarësisë së drejtësisë, këtë risi botërore të drejtësisë son të re, unë nuk e quaj dot asgjë tjetër, përveç se një nga ato rrëzime të fëmijës, kur sapo ka mësuar të eci. Me ndryshimin që kur fëmia i vërtet rrëzohet, lëndon vetëm vetveten, ndërsa kur drejtësia rrëshqet, kështu si këtë herë, cënon parimet kushtetuese, prish balancën mes pushteteve të pavarura dhe ndërhyn brutalisht në procesin qeverisës. Le të jemi të qartë. Qëllimi i lartë i luftës kundër korrupsionit nuk e justifikon përdorimin e asnjë mjeti të gabuar, dhe historia e vendeve që kanë kaluar më parë nga kjo rrugë domosdoshme na mëson se justifikimi i mjeteve të gabuara për hir të qëllimit madhor e kthen kurrën me mjete të tilla në një të keqe edhe më të madhe se sa vetë sëmundje që thuhet se këto mjete po kurojnë. Ky mësim nuk duhet harruar kurrësi nga askush. Karanja, tani nisim së bashku. Tani, si shikoni reagimet e kryeministrit Rama, si e shikoni kërkesën e tij në kushtetuese, vendimin e kushtetueses për ta kaluar çështjen për shqyrtim dhe çfarë prisni në raport me pezullimin e Ballukut? Tani në rastin konkret, ne kemi parasysh që prokurorët e SPAK-ut zbatojnë kodin e procedurës penale. Po dhe kodi i procedurës penale është një dhe për gjithë. Tani, siç e tha ndonjë herë tjetër në studio, kodi i procedurës penale që është bërë dhe çuditërisht në 288 që ju referuam, është bërë ndryshimet janë bërë me ligjin numër 35. Pra kanë qenë me reformën në drejtësi. Tash mu që kemi diskutuar, kemi ngritur pyetjen, si ka mundësi që ky nen, i cili sepse janë bërë edhe ndryshimet e tjera në ligj, janë bërë edhe ndryshime me njëjtin, domethënë në kuadër të reformës në drejtësi janë bërë me ligjin numër 35, datë 30/3/2017. Si ka mundësi që qeveria, ministrat dhe deputetët nuk ka një status të përcaktuar në kod procedure penale? Neni 288 është një katastrofë legjislative. Që flet vetëm për deputetin. Që flet për deputetin është një nen pa titull. Është nen, ku është titulli i këtij neni? Ky nen duhet shprehë ndjekja penale për kryeministrin, ministrat dhe deputetët. Dhe këtu nuk dele qartë, dhe duhet ishte i qartë për veprat për masat e sigurimit. Po tani se ne diskutuam, po unë prapë e ringre pyetjen. Kjo është bërë në 2017. Shife ku është bërë? Në kuadër të nenit të ligjit numër 35. Regjia falenderit. Në kohë të shpejtë. Pra, është bërë në 30 mars të 2017. Po, ndërkohë reforma u miratua në korrik të 2017. Është ligj në kuadër të reformës. Si mund tash ti nuk bën statusin ta të qartë? Tash ti me vërtet e kërkon te tjetri, sepse një prokuror nuk ka aq njohuri kushtetuese. Pra, kujt i gjej njohuritë kushtetuese? Ktu duhet ishte bërë qartë. Ktu flitet për deputetit. Duke qenë se ministri ka statusin e deputetit, ja ku e ke statusin e deputetit. Karanja, një pyetje. E ke këtu statusin, këtu e ke. Ndërkohë që këtu duhet ishte përcaktuar në mënyrë të qartë si duhet bërë. Mund të bëj një ndryrë, Leo, me lejen tuaj. Po. Unë do them që si ka i statusin e deputetit, i ka i karikën
Ha diskutim kjo pjesë? E po ideja është kjo na ka futur. Karika nuk është lidhur me deputet. Kjo na ka futur në A mund të jetë deputet në parlament? Jo, e diskutojmë, nuk jam Ideja është e tillë. nuk pretendoj që të afrohem në një juridike. Thjesht hava sistem. Për kryeministrin, Nëse ju pëlqen. ministrin dhe deputetin duhet ishte përcaktuar rastet dhe diskutohet. për masat e sigurimit duhet ishin përcaktuar këtu në mënyrë me numra nenesh, të cilët merret autorizimi nga parlamenti ose nga kuvendi. Duhet ishin përcaktuar qartë. Duke fut edhe nenin 242. Tani dal dhe neni 242 është nen i qartë. Nuk ka ndryshuar që nga viti 95 që ka hyrë në fuqi kodi i procedurës penale. Pra kjo është për mu diskutimi që shtrohet për diskutim. Është bërë me qëllim kjo punë apo është harruar nga paaftësia? Sepse këtu është e qartë. Mua më duket shumë profesionale si goditje. Jo, në raport me Ballukun po. Po, në raport me ajo Ballukun. që Karanja thotë është. Po nuk e hiq presion kjo pjesa riparimit të kodit e kështu. E mbështes thjesht po të Ç'është ka shkuar? Pse është bërë kështu? Sepse ka qenë kuadër të reformës së drejtësisë, duhet ishte qenë shumë e qartë. Kupton, duhet ishte qenë i Po qartë. se kanë bërë kokat reformën drejtësie. Bishti e ka bërë. Atëherë e pas ka bë shpatra. Nuk është koka. Çfarë themi? Këtu ngrini një Mbledhjen e rastet e jurisprudencës të mbledhjes kur ta bënë. Shumë të mirë, sepse un kam përshtypjen që dy duhet jenë emrat në atë kohë që janë përfshirë shumë, ka qenë Fatmir Xhafa, Ulsi Manja, kam përshtypjen nuk e di kryetari i komisionit, Kam idenë sepse kanë qenë shumë specialistë që Po flas për nivele më poshtë, me thënë drejtë, nuk ishte te politika. Ata duhet të flasin në ajkën e jurisprudencës poshtë. Deputeti, kryeministri, ministri duhet ta dinë saktë se për çfarë veprash merret në parlament autorizimi. Edhe ministri pavarësisht se mund të ndodhë që një ministër nuk është deputet. Nuk është deputet. Kemi disa. Po pra, nuk është deputet. Dhe atëherë, tani, sepse pyetja do thotë dhe përgjigjja me këtë është e qartë. Paragrafi 2 thotë, kjo mas nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Pra, ikën ligji elektoral. Kush është me ligjin elektoral? Se është kodi zgjedhor. Ke 3. Këshilli bashkiak, kryetari i bashkisë dhe deputeti. Nuk përfshihet. Neni tjetër i kushtetutës që thotë Barazimi antarët e këshillit të ministrave i marrin automatikisht imunitetin e deputetit. Tani, pra dhe ministrat cilësohen me imuniteti i deputetit, jo, kjo Ai që se ka, mendoj. Ai që se ka, e merr. Po Sa i pa, ke që ka e burgë. atë ti kalon te neni 288, se ja ku i ke deputetin. Po. Ti nuk je zgjedhur nga populli të marrësh dhe atë nen, se ka një ndryshim shumë të madh ajo. Neni 288 ja ku i ke garancin për deputetin, ja e ke këtu. Shikoj e ke këtu. Tani do të shpjegosh diçka, çfarë është heqja e lirisë në çdo lloj forme tjetër? Pra arrest me burg, arrest në shtëpi, po heqja e lirisë, bllokimi i pasaportës. Tek rasti Berisha, po të keni parasysh sepse ta sqarojmë pak atë se kam intereson. U çaj një precedent. Te rasti Berisha, domethënë tha edhe detyrim paraqitje nuk është nuk ka nevojë për autorizim e kuvendit. Ndërkohë kjo zoti lish për interpretim, sepse u bën ligjet që të jenë të qarta. Pra ligji duhet të jetë i qartë me numra sepse masat e sigurimit për atë Ballukun. Masat e sigurimit çdo mas ka numër neni dhe numrat nuk mund ndryshohen, domethënë s'mund thosh ti të lesh vend, fjala interpretohet, kurse numri është numër. Pra, për masën e sigurimit parashikuar nga neni 242 duhet autorizimin në kuvend. Kaq. Isha aty numër shifre. Kurse tash legjislacioni jon. Ja, shikoni edhe nëse mund një fjali. Gëzojnë imunitetin e deputetit. Po antarët e Këshillit të Ministrave gëzojnë imunitetin e deputetit, pra e marrin si imunitet. E marrin, por jo zgjedhshmërinë. Zgjedhshmërinë e kanë nga populli. Okej. Se këtu është loja. Do bën diferencën. Po këtu pra është dhe tash pyetja është, ore, si se keni bë, keni kalu ligjet dhe skaloni këtë se është thelpsore kjo. Pra, tregojmë ose pa aftësi ose dashakësi. Një nga dy ata duhet zgjidh një. Ose peshon shumë kjo e dyta? Edhe pa aftësi mund të jetë, edhe pa aftësi. Pra kur thua edhe pa aftësi, pa aftësi, sepse tash të mos dish se si procedohet, gjërat duhet të jenë sakta. Ligji, biles këto, ne jemi statut law, pra kështu është, common law dhe statut law. Common law janë vendet anglosaksone, dhe edhe status law, ne duhet i kemi të shkruar gjërat duhet të jenë sakta, ligji duhet të jetë i saktë. Madje edhe kodi penal, fali diçka, kodi penal është i paqartë. Ka shumë evazivitete. Pra, do fillojnë problemet me kodin penal më keq se këto. Dhe lind dyshimi mund të jetë njëta dorë që ka vënë kodin penal mund të ketë më lër mua të të bëj një pyetje përpara se të kaloj tek Rexhebi ti marr mendimi për çështjen Balluku, ta bëj pyetjen ndryshe. Në rast se ne nuk do ta kishim bërë kështu, kushtetutën edhe ligjet që rrjedhin prej saj, a do mundeshin që të fitonin kohë ndryshe, nëse ligjet do ishin aq të qarta, siç e kërkon ti Karanja? Do mundej që kryeministri apo të tjerë fitonin kohë?
Mjepi shpjegim për këtë nëse do ma japësh kështu. Tek fitimi kohës, unë, domethënë, këto janë gjëra bazike. Pra, masat e sigurimit, sepse masat e sigurimit janë shtrënguese dhe ndaluese. Të kesh dispozitë, ta dish se për çfarë mase duhet shkosh në parlament dhe për çfarë mase e bë prokurori, unë ti çuaj e çuj aja. Pra, domethënë duket shumë foshnjore kjo që ka ndodhur. Infantile e gjitha. Çfarë them unë, kjo është aja sepse ti je kryeministër dhe nuk e di se për çfarë rasti shkohet. Pra, si e ke bë këtë nen? Edhe pa titull. Ky s'ka titull. Një pyetje, legjitimohet zonja Balluku vetëm pa inicimin e kryeministrit? Jo, e kam për të sqaruar vetë, jo për njerëz. Atëre pyetje. Zonja Balluku është caktuar një masë sigurimi nga gjykata. Jo, vetëm pa këshillin e ministrave. Po, ja ta sqaroj vini. Ndjes. Në kuadër të cënimit drejtave kësaj, se kësaj është cënuar e drejta punës, sepse me drejtën e punës, unë shkojmë punë, se kjo është e drejta punës që mund të parafërsohet. Mbas është bën njerëzve, po unë pyeta për vetë. Jo, pyetja dhe përgjigje. Në kuadër të cënimit të saj dhe parimit proporcionalitetit, zonja Balluku shkon në apel. Pra do ndjeki gjithë filtrat e brendshëm, do shkojnë në gjykatë lart dhe masanaj do shkojnë dhe më pas do shkojnë në gjykatën kushtetuese, sepse do kaloj filtrat e brendshëm. Do kalon një filtrat. Jo, a mund kalonte direkt për legjitimitet në kushtetues? Jo, nuk kalon. Nuk kalon. Kryeministri është subjekt që i drejtohet në mënyrë të drejtë për drejtë gjykatës kushtetuese në 131 kryeministri. Dhe i drejtohet dhe dispozita kushtetuese është qartë. I lejohet kryeministrit ta bëjë. I lejohet kur ka cënim të kompetencave të tij dhe thon, unë nuk po mësonohen kompetencat e tij, unë nuk po ushtoj dot drejtën time. Vjen një Balluk tjetër xhanon për ne. Jo, thot unë këtë të citoj diçka Karanja për të ndihmuar bisedën dhe Rexhepi, sot paktën kryeministri ka deklaruar që është një marrëveshje mes Shqipërisë dhe Kanadas për sa i përket linjave ajrore direkte dhe duket se kjo le të themi ky fluturim direkt nga Shqipëria drejt Kanadas dhe Anasjelltas nuk po mundet filloj dhe vihet në pikpyetje nëse do filloj në 2026 në qershor, për shkak sepse do duhej firma e zonjës Balluku. Përfshirë dhe shtator debat. Mungon në karrierën e saj. Përfshirë dhe shtator debat mes tij dhe zonjës Balluku. Brenda kësaj marrëveshje, kupton? Nuk e dim se çfarë ndodh dhe janë një sër aktesh të tjera. Karanja, të ndërpreva, se ka jo, kështu që nëse do të shtosh diçka përpara se të kaloj tek Rexhepi që të sqaroj dhe me Rexhepin, apo jemi okej te kjo pjesë? Po pra jemi, domethënë teknika legjislative e përdorur është e dyshim. Lë vend për dyshime. Për dëshiruar dhe tregon një amatorizëm të theksuar. Pra, deputetët tanë, ministrat tanë, nuk dinë se çka kanë firmos dhe s'dinë çfarë ligjesh bëjnë. Dhe është turp që i kanë bërë ligjet vetë dhe nuk e dinë dhe mbi këtë, sepse prokurori ka kodin e procedurës penale si aja e gjës. Pavarësisht se në hierarkinë e ligjeve është kushtetuta e para, po prokurori shkon në gjyq, kushtetuta ka parimet e përgjithshme, shkon në gjyq me kodin e procedurës penale. Dhe kur e shikon që nuk bien kundërshtim me ligjin është në rregull. Okej, faleminderit Karanja. Rexhepi, ne bashkë sigurisht trajtojmë shpesh çështjet e krimit, po nuk kemi lënë pas dore dhe ato drejtësisë dhe ju jeni njohës shumë i mirë për të interpretuar dhe për të lexuar atë se çfarë ndodh me hetimet e drejtësisë në raport me nivelet larta të qeverisë dhe zyrtarëve të lartë. Tani ç'mendoni ndoni për rastin Balluku? Ju si ç'prisni të thotë kushtetuesja? Këtë duhet më tepër gjykim shumë ndoshta edhe personal. S'ka problem, patjetër. Mund të bëj një intermezzo të vogël me një pikë më pashme me lejen tonë. Okej, të analizojmë. Atëherë, kur tham shtimi i krimit për shkak të konflikteve të prona, e para njëherë, kur barosëm le të themi ose lëshuam ngarkesë mbi drejtësinë, kemi fjalën për njerëz të zakonshëm që nuk janë kriminal. Dhe qellojnë ose zgjedhin rrugën e gabuar, ta zgjidhin, pasi janë zvaritur, mendojnë se si u zgjidhur drejt. Sepse ai që është kriminal, në atë rrugë zgjidh dhe aty nuk ja vjet dot pronën. Nuk merret me drejtsinë. Nuk ja vjet dot pronën kollaj. Këtë doja të shtoja. Dhe një rast shumë pikant në parim gjithmonë, kapesh duke vjedhur një portofol në autobus, direkt arrestohesh dhe gjykohesh në arrest. Të është vërtetuar që ke vjedhur një pronë 3 milion euro, gjykohesh në gjykim të lirë, vazhdoni gëzon frutet. Ato, mos koordinime, se kodet kryesore kanë sektorin e koordinimeve në mos gaboj dhe duan specialistë shumë të mirë për të koordinuar kodet si civilin, si penalin, si administrativin me njëri tjetrin. Kjo është pika që për mendimin tim çalon. Tani në lidhje me Ballukun, unë i qëndroj asaj tezës, kjo është një rast që ha diskutim, që të jemi kështu të ftohtë. Nëse duhet dalim nga pjesa legislative, për mua kjo më duket një lëvizje jashtë Shqipërisë. Ka një dorë tuaj që të jemi të ndershëm. Në mënyrë absolute. Sepse nuk e bën dot me vetë të brenda? Jo, me këta bëhet, Jo, vetë me iniciativë të brendshme. Po mund ta bëni edhe më përpara.
Për një falsifikim diplomën, duke dhe i Kastrioti, si kështë më emrin që e paditje tjera, kanë ikur njerëzit për dokument. Shiko, ka i probleme, unë jam që qytetarët duhet kenë shumë të drejta, aq më tepër deputetët, aq më tepër dhe ministrat. Por, nëse i referohemi një rasti, Gjaçka në shtëpi, Gaçe në shtëpi, Jorgo Gorë në burg. Ose në masdënim. Pronë, kush e ka pronë? U dënua kryetari i bashkisë, këta dy, burri, gruaja, për shkak të imunitetit, pse kjo është drejtësia. Duhet mora imunitetin, gjenë mënyra që para drejtësisë të jemi të gjithë barabartë. Unë nuk flas tjetë si një popull do si do. Po që ato mbrojtje dhe ato atribute, një prokuror, më falni, një deputet, bëhet i mbrojtur ndaj një veprimtarie të një politikani kundërshtar që ka pushtetin e mund të krijojë probleme. Po jo të jetë i mbrojtur ndaj drejtësisë. Një gjyqtar duhet jetë shumë i mbrojtur nga shteti dhe nga politika, duhet jetë shumë vulnerabël ndaj popullit që kërkon drejtësi. Vulnerabël në kuptimin të ketë hapësira popullit për kontroll. E qartë. Në këtë kuptim e kam. Kurse nga politika, nga pushteti, pra nga dhuna, nga presioni i jashtëm që mund të vi të ketë imunitet, ndërsa përpara drejtësisë, sa t'jeni mund, aq t'jeni delikat. Sepse dhënia në Shqipëri e një pushteti të jashtëzakonshëm për mua krijon probleme. Nuk kemi emancipimin e dur. Ne vazhdojmë akoma, le të më thotë prokurori, ne vazhdojmë akoma me teoritë e vjetra. Sa se pavajsishke, me kokra. E nis në akuz, e arreston, mbulon njëra tjetën tull mbas tulle, qytetarin burg. Ju prekët diçka më herët që pretendoni që mund të jetë një dorë huaj, ndoshta këtu mund të jetë një kërkesë shumë intuite ime profesionale timet ndaj zyrtarëve. Unë shtridhe më tutje, mbase kërkojnë diku tjetër të shkojnë. Më lart? Po. Jemi unë me intuitën time, nuatën time, e mendoj si një lëvizje pak a shumë si 96. Nëse ma kujton, unë jam shumë i vogël për kujtuar në atëre, që ne i kujtot gjithëve. Atëre, dakor, ma nuk se dalim shumë i lashtë, po që nëse i kthehemi politikisht, pati një numër shumë të madh deputetë që mori Partia Demokratike. U folë që erdhën perëndimorët, i thamë përsëri zgjedhën 15 zona etj. Po se dolën me 100 kusur deputet atëherë. Kështu që në këtë kuadër ndodhen ato që ndodhen, pastaj ndodhen për Kosovë, nuk ndodhen, nuk po e analizoj. Më duket se super pushtetet i krijohen ato probleme. Unë kështu e gjykoj. Në nuatin time, Partia Socialiste është fituese, por teprime dhe ndërhyrje ka. Domethënë, ndoshta edhe pa ndërhyrje mund të shkonte drejt fitimit, thjesht intuit nuk është se kam bërë time, por që faktorët të tjerë pasaj pa diskutueshëm që janë, që i përmeni edhe komisioni ose BRD, që ata më duket se vetëm na sjellin ca ndihmë dhe po veti marrë ato ndihmë në formë rrogash dhe nuk se bëjnë në gjë mirë, do ishte të ishin vendimarrës, domethënë, nëse do ishin arbitër. Si keni parë hetimin e Spakut në tërësinë e tij në raport me zonjën Balluku edhe çështjet tjera të cilat tashmë janë edhe në hetime paraprake? Mendoni se me kaq sa ka dalë, ju keni krijuar një imazh ose një ide që ky hetim është i plot, po shkon drejt një zbardhje reale për sa i përket parave në tunelin e Llogaras, qoftë në lotin 4 të Unazës së Madhe etj. Me radhë? Shikoni pra punë cilësore duke ju referuar dhe asaj që mund të ketë edhe një dorë që janë ndikuar? Jo, mbështetse mendoj. Mbështetse. Kur themi ndikim, ai mund të jetë, ndikimi për ta shtyrë përpara procesit e hetimit. Mbështetse, domethënë ecni deri këtu. Unë në fakt një lloj ngadalësimi, sepse mediatikisht shpeshherë situatat janë folur për të vërtetës, konsuma mediatike ka patur, akuza ka patur, ndoshta edhe përpara është thirrur. Mund të ketë një frenim për shkak zgjedhor, ndoshta influenconte dhe ka fjalë që ka një telefonat të kryetarit të shtetit me prokurorin, gjithmonë informacione mediatike. Nuk është se është në një punë që se vlerësoj, por do kisha dëshirë, ose nëse mundem, domethënë, të sugjeroja Spakut që krahas hetimeve që po bën kështu të tipit llogaritar për abuzime dhe për vjedhje, e para të ndjeki parat, follow money, thotë se s'na duan burg ne, si ajo drejtoresha e Durrësit e kadastrës, që çfarë s'është bërë në Durrës, çfarë s'po dëgjojmë nga këto Sky dhe Enkro, dhe dënohet me vendim 5 vjet me kushte, mos marri, po ashtu po shkojmë po vjedhën, unë se bëj xhana, po vjedhën ja 5-6 milionë euro, marrën dënim ashtu qesharake edhe hajde se u pam domosdoshmë. Kështu që në këtë kuptim, domethënë, por për zonën Balluku do sugjeroja që mirë do ishte të jetonte
dhe lidhjet dhe influencat e saj në drejtësi. Okej. Ka përfole që ka ndikuar dhe ka emëruar njerëz në drejtësi dhe kjo do e komplikonte edhe s'pagut punën, sepse pjesë e kësaj drejtësie mund t'i dilte edhe kundër, nëse do kishin kurajë t'i dilë. Ky ishte sugjerimi im që do kisha për spagun, pra ta shtinte më gjithë përfshirë se timin. Faleminderit Rexhepi. Karanxha rithemi tek ju ndoshta pak më shumë tek pikpamja ligjore, që si jeni avokat, jurist, ish prokuror, domethënë ne njihni më mirë se që njihni ju ligjin, nuk mundemi ne. Ç'më mendon se do vendos kushtetuesja kur të shqyrtoj çështjen? Do bëjmë ne ca parashikimet tona, sa mund bëjmë duke lexuar këto që ju referuat pak më herët. E para. E dyta, a do mjaftohet SPAK vetëm me masën që ka vendosur ndaj Ballukut, apo duke referuar dhe hetimeve të tjera, mund të ketë ndoshta edhe masa të tjera më shtrënguese, të karakterit më shtrëngues? Çfarë lexojmë tani në dhjetor? Kujtojmë që Dumani ikën dhe për pak ditë, ndoshta do të lëndojë ndonjë gjurmë. Tani sot është data? Data sot është 3. Jemi e mërkur. Po, tani në lidhje me vendimin e gjykatës kushtetuese. Çfarë ka dalë në media që kemi parë dhe në publikimet zyrtare, rezulton që gjykata kushtetuese dhe në kolegji i vogël që janë prej 3 gjyqtarësh, nuk ka vendosur se domethënë që do kaloj çështën seancë apo jo. Domethënë që janë ndarë 2-1. Ke parasysh sepse të shqyrtohen çështjet në gjykatë kushtetuese është në dhomën këshillimin, është një trup që e vendos. Prej 3 vetash. Po s'dolën unanim, po s'dolën unanim qoftë kthimi, qoftë atë i ka kalu kolegjit madh, pra me 8 veta, 9 veta, po 9 gjyqtar kushtetues. Janë dhe këto 3 do diskutohet. Në gjykatë kushtetuese diskutimi është 2. Diskutimi parë është legitimiteti, pra mund t'i drejtohet kryeministri shqiptar Edi Rama gjykatës kushtetuese për të përcaktuar për një konflikt, sepse nuk është vetë konflikt kompetencash, bëhet fjalë për një antar të kabinetit. Qeveritar, po. Pra, a legitimohet kërkesa apo jo? Për një... Pra është kërkesa drejt apo jo? Jo, a ka drejt t'i drejtohet njëre para? Është kërkesa... Jo, e drejt është gjë tjetër, nëse ke drejt apo jo gjë tjetër. Drejtohet, pra këtë a ka drejt t'i drejtohet, sepse kemi rastin e zotit Berisha, i cili do të thonë 1/5 e deputetëve tha nuk ke interes ligje për çështjen dhe ja kanë rrezull, sepse edhe 1/5 e deputetëve të rastit. Po grupi parlamentar, që u drejtua grupi parlamentar kushtetues. Tani ata e kanë ngushtuar si thosh atë kushtet e pranimit, po. 1/5 në redakcion 25 veta. Dhe tek ta pranosh, e kupton që nonsensi logjikisht? Ndoshta mund të lidhet me funksionin. Lidhet me legjitimimin, por dhe funksioni vet. Tash ti s'po kërkon vet për se të kanë pezohu ty, ti kanë pezohu një tjetër se kryeministri ka ke penguar punën ti mos, ke penguar punën time në radhë parë. Punë ke penguar tash ka mjetër shfryrje, sepse Nortopi ka të gjithë. Jo, ka temorotikë tjetër. Po tash përkohësisht mund të temorohet një tjetër. S'ka asnjë të keqe, sepse ka mjete se shteti do funksionojë. Të bëj avokatin e djallit. Po sigurt kishe ndodhur që të bëjmë diskutim interesant. Në hemoragji ose në smundje larg qoftë të urojmë të jetë mirë. S'ja urojmë kurr. Ose një edhe nuk ja urojmë kurr, domethënë kuptimi. Ka një zëvendës ministër aty besoj. Ka një tjetër që do ashtu. Se shteti ka mënyrë funksionon, edhe kur vdiq Enver Hoxha më 85, gjithë anë po ku do ikë, por shteti ecë jemi sot, ka kaluar 40 vjet. Pra shteti do eci, shteti para, shteti ka vetë. Dhe kjo është momenti i parë, është momenti i legitimitetit. Për mendimin tim personal, këtu mund të shpreh dhe mendim, gjykata kushtetuese duhet ta hapi këtë, domethënë mos kapet shumë ngusht. A shkruhet aty kryeministri ka drejt ti drejtor. Pranohet si kërkesë, të shqyrtohet. I takon, si takon, pra e ka drejt kërkesën, apo jo, do ta shqyrtoj. Sepse këto me punën e legitimimit i bi që... Kjo është më pak e rëndësishme kur e mendon para. Po jo, sepse jo shumë e rëndësishme, se kjo ta lën fuqitë, s'ke legitimitet, ke masën në fuqi. Nuk kalon fare, e gjyqin. Në rast se nuk ka të drejtë kryeministri, cilësot që nuk ka të drejtë i drejtuar. Nuk legitimohesh si fal. Nuk legitimohesh ti s'ke fare. Ngel masa në fuqi. Po ngel masa dhe rrezohet dhe ngelet fuqi. Prandaj, për mendimin tim personal do ishte mirë. Po mirë, në rast edhe kuadrin kushtetues ishte shprehur për kompetencat. Në rast se do vinte radha Ballukut i drejtoi vetë personalisht, siç është rasti Berishas, kalonte në apel, gjykat lart, pastaj në kushtetuese. Po kushtetuese do shohin nëse është cënuar kushtetuta apo jo në rastin. Sa kohë do merrte kjo punë? Ky proces, domethënë. Do të patë një 6 muaj shpoje. 6 muaj, ë? 6 muaj mos më shumë, sepse ka dalë sistemi jashtëloje, se çfarë po diskutojmë ne. Këtu po diskutojmë se më përpara sistemi, pra siç e tha dhe
kongresmeni amerikan 16.000 dosje që ishin të bardha marronin çështje të shpejt. Do ta lexojë çfarë ka thënë. Sot me 200.000 dosje Mund të bëj një ndryrë. Po, kështu që ato po bin vetë në I ka dalë një persone, duket ish prokuror i përgjithshëm, i ka dalë që i ka marrë apartament, mediatikisht gjithmonë, nuk kam posë përpara. Ka marrë apartament te ortaku i gardisit. Se ka marrë nga gardisi tani mos bëjmë sikur s'kuptojmë. Tani për mua ai apartament do t'i nështrohet bllokimit dhe të fillojë hetimi për ato njohuri që unë kam. Të shikon dhe personat e kaluar, sepse po na del një, më falë se s'dua t'ja hyj këtë histori, një me të dashur, një kështu, një ashtu, tani atje duhet zgjedh ai ka. E kam shumë sinqerisht, edhe ka njerëz për vërtetë, ka si femra, si meshkuj, se unë jam për dy gjini, domethënë. I kanë zgjedh vetë me probleme të tilla që ti kenë kapur. Ti shantazhoj. Dhe këto janë zgjedhur, kanë kohë që në këtë kuadër prandaj arrin zhurma ushtima e çangës deri në Amerikë. Kuptoni tani që me ato hallet që ka Amerika që s'po mbijeton dot. Edhe nuk reagohet. Ja se do kalojmë aty. Edhe nuk reagohet. Edhe unë e kam gjuar këtë rast, andaj është rasti i Rom, qofse është e vërtetë. Që ke marrë shtëpi nga bashkëpunëtari i gardistit, tash ç'a kuptimi ka mo? Se është çmimi janë shumë të jetu, po hiç fare. Ku e ke kusheti? Po, ma falësh nuk e dua. Se normalisht kështu i bie. Do paragjykohesh se sikur ti ke bërë procedura kështu. Më të drejta në botë. Ku të shfuri ty kjo intuita profesionale? Se kontrollosh tjerët, se këtu është e forta. Se do flasim te Mogherini. Po, do ta diskutojmë, po mos mi diqni ti dhe Mogherini, sepse dua t'i lë. Dakor. Ajo që unë kisha pyetjen, çfarë vendos kushtetuese sipas logjikës tënde dhe çfarë do ndodhi deri në fund të dhjetorit nëse nuhatja jote si prokuror kërkon që spaku t'i çosh çështjet përpara dhe a mund të ketë masë më shtrënguese. Pra, a mund të shkojmë ne, domethënë, a mund të shkojmë ne ata, a mund të shkojnë ata të kërkojnë heqjen e imunitetit për Ballukun apo jo? Këtë më analizoj. Mendimi personal, domethënë lidhe me gjykatën kushtetuese, unë nuk mund të ashtu, sepse është një në shprehje, domethënë është çështje në gjykim. Unë them që prokurori ka zbatuar kodin e procedurës penale. Interpretimi kushtetues, se pse them ka zbatuar kodin e procedurës penale? Se ka pranuar kërkesën shkallë e parë. Okej. Kështu që jemi në rregull. Prokurori dhe gjykata janë në rregull. Tash interpretimi kushtetues do ta presim atë. Ktu presim, por tash është nuk ka asnjë nen që ta ndalojë prokurorin ta pezulljojë. Pra janë dispozita kushtetuese që po interpretohen që po mësonohet kompetenca. Pra nuk po funksionojnë dot, pra ka konflikt kompetencash. Pra nëse ngjilte ky nen kushtetues kjo punë, unë e shoh çik dobët, sepse duhet të kesh me nen. Mund të them diçka, një fjali vet. Po, Karanja lë sot që ta them shumë dashamirës, shumë dashamirës. Për të hir të bisedës, për hir të bisedës. Lindje mendimi tash atë harrova them ligjin e policisë. Po, në moment që pa u marrë pandeu, sa shkon çështja në prokurori, e ka patur ligji automatikisht pezullohesh nga detyra. Pezullohesh nga detyra. Pra mund të jesh oficer me një mal grada, mund të jesh marr me 200-300 vrasje, edhe shkon, pse s'pëna i ka zonja Balluku? Këtë do të e shtroj për diskutim. Kjo shumë e bukur nëse... Qa vlerë ka një person karriere që ka sakrifikuar? Të paktën ka qenë, nuk e di ashme. E kam të sigurt. Okej, faleminderit të. Dhe për të vjuar bisedën, pra, ju qëndroni linjës që prokurori ka drejtë është legjitimuar nga shkallë e parë, nga gjykoja. Procedurës penale. Për ligje që i theksoj, i kanë bo vetë. Këto ligje i kanë bo vetë ligji numër 35, ma e menandi. Ligji numër 35 është bo vetë dhe të nini 285, 288 është ndryshum me ligjin vetë, ja. Mos harro ligji numër 35. E kanë bo vetë. Çfarë pret nga intensifikimi e timeve? Intensifikimi e timeve, për i vërtetës janë disa tendera. Dhe në qofë se del të pa e paragjykuar e timin, sepse mund del që s'ka faj. Në analizë, e ritheksoj, Balluku prezumohet e pafajshme, deri sa s'ka vendim gjykate, deri në fund të timeve, do ta ritheksojmë, ta themi gjithmonë. Analizë ftohtë, asgjë personale. Që mos të duket sikur realisht si ta Rexhepi kemi personale, ne bëjmë këtë diskutimin publik, mediatik, aq sa kemi ndorë për të kuptuar më shumë. Sepse ka shkuar te një zyrtar e lartë, ne s'mund ta lëm pa diskutuar çështjen. Do ta kuptojmë. Diskutimi është te këto rrugët, për shkakun që janë, nëse shtohet që është e njëjta vlerë sa rruga tjetër, unazë madhe. Kemi rritjen e fondeve të pa justifikuara. Dhe paracaktim tenderi. Paracaktim tenderi, cilësia dobët e punimeve, se thash,
Ne kemi diskutuar dhe herë tjetër, Andi, ne jemi popull i varfër, s'kemi ne shanse t'i bëjmë 2 herë këto vepra, se këto janë vepra të mëdha. Si punë e fjerës është bërë që më 76. Kështu që janë vepra që ne duhet t'i bëjmë me cilësi të lartë që t'i kemi dhe për brezat të ardhshëm. Edhe me kostën e dur. Edhe me kostën e dur, se mau kotëm kotë, Romulla për Tomua, se futja kotë sa të bëjmë i vepër dhe të shemet prapë, si që shkanohet, kësë duhet bëjmë, pra duhet pa hetimin në raport me cilësin, në raport me kolaudimin, se ka shumë gjëra që do shive. është respektu ligji, sepse ligji për disiplinimin e punimeve është nga fillimi në fund. Pra ke oponencë teknike, verifikime të rënd, studim gjeologjik. Ndjekja e punimeve, se nëse një projekt është bërë pas studim gjeologjik, nuk duhet fillohet zbatimi i këtij projekti. Pra kemi dhe shpërdorim detyre. Kush e di që pas studim gjeologjik, pa studiu zonën, ke bën një projekt që i sjell dëm me buxhetin e shtetit, se ne jemi vend i varfër. Aqë kemi buxhetin, se dështum me 300 ose me 1 miliard euro, se kemi këtë tjetër. Ne kemi... Ju referove rrugës Kukësit to? Rrugë e Kukësit është tjetër, pra 1 miliard e 200 aty sa që është. Po. 1 miliard ne një, ne dhe i bi që neve kemi punu kot. Pra gjithë taksapaguesit, ose më saktë, po marë taksapaguesit që po i detyron dhe ata që shesin mo rrugë që i detyron të regjistrohet si biznes i vogël, paratë e tyre shkojnë dhe shpërdorohen. Pa ja, kjo është shumë e rëndë. Kështu që ti pret pra diçka të ketë. Ne kemi rrugë pa projekte, ose me projekte dopta. Të pa studiuar nga ana gjeologjike, të cilët po na rezultojnë me probleme shumë dha, që po shemen rruga me ndryshimin e klimaterik do ketë probleme. Por ti, duke parë ndryshimin klimaterik, duke pasur studimin gjeologjik, ti merr një mall tjetër me cilësi të mirë, pra bën një rrugë të mirë, që ti rezistojë këtyre gjërave. Pra tjetër rast përjashtimor, në tërmet 7.5 ballë që s'ke që jo jemi dakord, po jo tash për shira. Shiu parë, rruga në tokë. E qartë. Rexhepi, çfarë pret nga këto hetime? Pret le të themi një lloj intensifikimi në raport me zonjën Balluku, pret që çështja të shkojnë në një tjetër nivel. Duke qenë se edhe ti referohemi pak dhe ditëve të fundit, ti referohemi pak dhe ditëve të fundit të Dumanit si kreu i SPAK. Dakor, nuk e gjykoj që është lëvizje për të lënë emër të mirë. Nëse është lëvizje e Dumanit për këto ditë, e lidh me marrjen e porosive dhe diku në një studio tjetër e kam thënë që po ndiqet pak a shumë taktika e Kosovës. Politikanë që nuk shmangeshin dot nga politika në rrugë votimi, le të themi zoti Aradina, zoti Thaçi e këta të tjerë, çfarë ishin aty, do t'ju ofruar zgjidhje, largohuni që të shijoni këto që keni, nuk u largohen, ju hapën këto probleme. Mendoj që një situatë e ngjashme po ndodh në Shqipëri. Politikanë që nuk i shmangin dot në këto rrugë, kuptohet, jo pa prova. Belinda nuk hyn te kjo pjesë, flas për shefin e Belindës. Por për shembull do thosha dhe në media kolaudatore supervizore se kam parasysh tash, se unë këtë pjesë e njoh, se kam bërë tendra, e njoh mirë. Kolaudatore nëse thotë që nuk ka ekur, ka ndonjë letër aty që ka bllokuar punimet? E para. E dyta, përse kolaudatori duhet në jetë grek? Ju kujton ai gjë kështu, po Belindës i kanë qarkulluar ca fjalë për ca lidhje me grekun, në të thash. Dhe kolaudatori është grek dhe kolaudatori mbyll. Kolaudatori ka përgjegjësi ligjore, është personi drejt për drejt për punimet e maskuara, shtesë punime, zhvillimet e punimeve të maskuara, cilësinë e punimeve, supervizori, kolaudatori bën mbylljen në fund. Pra kemi edhe supervizori ka për të firmos të akti kolaudimit, në rregull. Kështu që këtu kemi një sër zinxhire që kanë mbyllur shit. Pra nëse kemi shkelje, nuk fillon e mbaron ke Belinda. Belinda mund të shkojë preventiv i rregullt, nuk dua t'i bëj avokatin e saj, i vë firmën, pse besoj se firmos Belinda. Kurse për t'i hapur probleme, unë gjykoj që nëse është ajo që unë thash që ka një shtytje nga mbrapa, do t'i hapin tjera probleme. Në Shqipëri rrugët janë me kosta shumë të larta, që në të nuk mund t'a fshejmë. Ju folet për rrugën e Kombit, e cila për rirë vërtetës ka shumë vepra arti, është drift në fakt, pra duhet t'jesh pilot, se edhe mund të aksidentohesh, po që veprat e artit janë të pakrahasueshme, domethënë. Tani të bësh një rrugë, nëse flasim për thumë angazh,
Mbi koston e tunelit, ta zemë, nëse tunelit, paktën ofertat që kanë ardhur disa firma ka qenë 10, 11, 12 kosta e tunelit dhe ty të dali kosta e rrugës normale më e lartë se tunelit, tu ka vend për të parës. Kështu që ke Ministria e Transporteve nuk ja akuzoj Belindës të Kuris, po që ke Ministria e Transporteve, pra vend ku është abuzuar shumë dhe vendi ku a flasim që ka ndodhur vjedhë të mëdha. Vendi ku ka qenë thjesht kryesori i buxhetit shtetit ka qenë Ministria e Transporteve, kështu që direkt indirekt përgjegjësia rëndon mbi të, ndërsa në lidhje me gjykatën kushtetuese, e para nuk di balancën e emërimeve sa ka majta dhe sa ka djathtas ose LSI-ja, është shumë e rëndësishme kjo, se aty do votohet politikisht. Dhe tjetra është çfarë do lloj qëndrimi dhe sado profesional që të tregohen gjyqtarët e gjykatës kushtetuese do komentohen. Edhe nëse qëndrimi është pozitiv, sepse është një rast që ha dilema në fakt. Siç u thash, nuk e hoqi nga deputete, kërkoi heqjen nga ministri. Pra deputet e ri. Kryeministri po komenton dhe vendimin e kushtetueses për Velien, që riktheu në detyrë dhe thotë tash hajde më jep një zgjidhje, kështu që kjo që u tha qëndron, pra do komentohet në çdo lloj forme. Sado profesional të tregohen do komentohen. Nuk e di regjia, kisha lash një porosi për një video, është një video cilën e filmova, por nuk e di nëse është e mundur. Nëse nuk është e mundur, është krejt okay. Është një rrugë cilën e filmova pak ditë më parë duke u kthyer tabelat janë lënë po nuk e kemi, ë? Nuk besoj regjia. Ta kam parë në atë video. Mirë, e ke parë, është një video domethënë që mënyra se si është ndërtuar një rrugë në Greqi, domethënë çudi e madhe të vendosura me rrjeta anësore për mos rëndheu. Në Kosovë e njëjta firmë. Në Kosovë e njëjta firmë. Shiko, ajo firma që ishte ndërtuar atë rrugën është kompania Aktor, që e ka ndërtuar dhe rrugën Tiranë-Elbasan. E njëjta ishte atje, se shikoj ato urat. Unë thash Bektelen kanë Kosovë e njëjta firmë. Kështu që e dallonin ndryshimin. Dhe ndryshimi është tek supervizorët. Supervizorët në Kosovë nuk i afrohesh dot. Kanë një ligj shumë të fuqishëm, janë të mirë paguar, kurse supervizioni dhe kollaudimi në Shqipëri ka vlera të ulta. Dyshimi im është që edhe projektet e dopta që aty nis e keqe. Okej, nuk diskutoj. Projektet dopta pra këto rrugë të shëmtuta, mund të them, sepse i them është rruga e Quksit skandal. Janë rrugë të shëmtuta sepse e kam ditë që do rrëshqiste. Dëmtojnë mjedisin e para. Këto mbushje që i bëjnë aty në shpatave të bukura, sepse aty ishte një urë për shembull. Mbushje e shpatit me gur të shkatrove shpatit. Ose të rrugë e Arbrit për shembull. Është mbush lumi Quksit nuk do t'i mbarojnë shkarjet, dëgjoj për me, nuk e gëzoj. Nuk do t'i mbarojnë dhe këtë e kam nga inxhinierët. Është mbush lumi Tiranës është mbushur me gur. Nuk kalohet në terren me Gjollgjit do. Ka qenë dhomat ke parasysh dhomat në Dujan, është mbush me gur, u bë rruga sipër jo dhe gjithë poshtë. Pra nuk ka një kontroll. As një lidhje me mjedisin, se janë vepra arti që ka bërë Zoti, pra ujti ka kaluar në vite aty dhe ka bërë dhomat e bukura, po ti është larg te shkatët e Tujonit. I kemë dhomat aty, që janë bërë mira vjet, janë zhduar dhomat, s'ka as dhomë as gjë. Ande diti që ka një projekt tjetër varianti Hipokrates ekzistues që në kohën e Qeftlarkut, nuk është po revokoi atë kohë, po që ka qenë një projekt shumë i bukur dhe sepse duhet ta themi inxhinierët ishin inxhinierë, më thënë vërtetën, nuk ishin në Alban kuesh, dhe është një variant shumë i bukur, sepse pata rastin të ish drejtori në studi projektime, të takoja të Berberi, se është për qeshur dhe ma tha para se të shëmësh. Për poshtë të tjerave ka kaluar në një teren shumë të dobët gjeologjik. Rruga e Quksit, që u bë kështu si feste emëror, me thënë drejtën, po ja u them shumë sinqerisht nga praktika ime personale, e bëra atë rrugë, unë nuk jam pilot i Formula 1-s, po jam shofer relativisht i mirë. Kishte ca vende që jepte shpejtësi që mund të nxjerrin nga rruga. Nga regjia. Kjo ishte rruga. Ma kalo pak në plan të madh regjia le të dali kështu. Le të dali kështu nuk ka problem. Çe pyet. Nëse mundesh ta kalosh. Kryevepra. Tani këtë filmova duke u kthyer unë. Kthesa të buta. Nga konciduar 2 ditë mbrapa kur ra rruga ja, urdhë tani. Tani ishte vendosur edhe rrjeta anësore. Edhe larg zgjedhja kryesore nuk e mandot masivin ajo rrjeta. Kjo është autostradë kam përshtypjen, ë? Kjo është autostradë, studimi është i bërë, është studuar terreni gjeologjik i rrjetave, sepse rrjeta nuk e mban, rrjeta mban vetëm gurët, po jo presionin e kodrës. Pra edhe studimi është perfekt dhe edhe rruga shongër aq sa duhet. Por edhe zgjedhja është perfekte, do zgjedhësh terren e dur më. Kështu që këtu as nuk është zgjedh, as nuk është bojë. Okej, do të thotë që tu janë projekte i ka nga ajo rrugë dhe u ktheva nga rruga vjetër. Po të beton.
më mërziti, më stresoj, me vjet, pa ndërprera tërkon, hapësirat e parakalimit ishin jashtëzakonisht ulta, përpara patëm një kështu tip funerali, na i çojë atë rrugën kështu. Kështu që paratë e qytetarëve nuk mund të hedhësh ku të duash ti. Dhe rrugë me kosto të tilla elektorale, jam që ajo zonë zhvillohet si çdo lloj zone, nuk mund të hedhësh 100 miliona për të marrë vota, sepse janë dhe paratë e mia, nuk janë. Kjo është, unë nuk e di sepse do doja shumë ta kisha bërë një analizë nxirja koston kësaj rrugës, sa ka kushtuar, se është një rrugë që lidhet pjesa e Peloponezit, Pirgosi me Patrën, është kjo autostradë. Garantoj 1/3 e Thoman Kashar. Ja po ta them pa e ditur. Pyet edhe do të shkruaj dhe dhe bile se diskutojmë. Edhe kur shoh këtë krye vepër, domethënë në mënyrë se si është shtritur, okay, kjo është. S'po mbyllet Durrësi Andi, s'po mbyllet Durrësi, na e kanë bërë Durrësin gjeza. 2.30 cent kanë paguar për këtë rrugë. Jo që është diku te 1 orë pak. 2.30, a 2.10 mos gabohem, mund të kem dhe faturën, po 2.10, 2.30, çon si ka. 2 euro kthyer nga Rinës. Një vlerë hyra gabimisht për Kashar. Nga trova tabela, tabela çop njëherë. Tabela para remnuset, gjëja që nuk harojnë, thon në anglisht, këtu paguhet. Atë nuk haron ta vën. Ama se nga do hysh pasaj, se nga do dalësh, fillohet gjithë gjëja. Gjithë problemi janë projektet e dobta, gjithë problemi janë kapja e shtetit, sepse dhe tendri supervizimit, pse bëhet luftë, se është tender, që ama se 2 milion, nisen nga vlera, po vlera atit është qetë si në fund, sepse supervizori do firmos me kualitatorën punimet maskuara, shtok këtu, shtok atje. Dhe del rruga në rregull. Dhe në fund fare i avën terrenit. Dhe te terreni një diçka andi. Po. Ne përbërja tektonike e tokës, si Shqipëri, Greqi, Maqedoni, është e njëjta gjë se ne simi po Ballkani. Nuk është se kemi vënë, domethënë është bojë copë re është vënë për ne. Këtu çuditërisht shpiken domethënë gjëra nga më të ndryshme. Pra ti ke edhe autostradën në Greqi, që është nga Janina që shkon për në Athin. Po. Aty, dhe i njëjti shkëmbësh, është guri i barë, sepse deti është blu, po të keni parasysh. Deti jon ka i diçka, guri i barë ose guri gëlqeror me detin bot detin blu. E njëjti si në Sarandësh. Në Sarandë ke gjë krejt tjetër. Një gjeologji është atë. Dhe kostot janë shumë të fryra. Sikur çfarë po bëhet, dhe është komplet mashtrim, sepse në Shkëmb, kur është Shkëmb, rruga ka më shumë bazament se sa kur është në dhe. Dhe ku e kemi në dhe. Pra vidhet në mënyrë galopante.